ama motër, në emër të Perëndis unë e falenderoj sepse të qenurit këtu është përmbusha e premtimit që ai më kishte bërë para 4 vitesh. Pyetja ime gjendet në librin e veprave, kapitulli 2, veprat 2, vargje 16 dhe 17 ku thuhet: Por kjo është ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Joel, dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thot Perëndia, që unë do të përhap nga fryma ime mbi çdo mish, dhe bijët tuaj e bijat tuaja do të profetizojnë, të rinjt tuaj do të shohin vëgime dhe të moshuarit do të shohin ëndra. Pyetja ime motër është për ditët e sotme. Si të mundemi ne që në momentet e vështira, ku na është mësuar se në shumë raste Perëndia shfaqet në ëndra në të cilat Perëndia na zbulon gjëra, në mënyrë që të forcoj kishën për të na forcuar apo përmirësuar ne si individ, apo për të na zbuluar bekimet që do të vinë, apo bekime për vëllezërit dhe motrat e kishës. Pyetja ime është motër, se si të mundemi ne të dallojmë, do doja që ju të thelloheshit lidhur me këtë, me mënyrën se si të dallojmë kur ëndrat janë nga Zoti, se kur është ai duke na treguar një bekim nëpërmjet një ëndre, dhe se kur ëndrat janë nga mishi ynë, tonat. Do doja që ju motër, në dashurinë që keni për Zotin, të na flisnit pak më shumë lidhur me këtë, sepse me raste djalli i përdor këto gjëra dhe duke qenë se nuk kemi pjekuri dhe doktrinë, bëjmë gabime. Do doja që ju motër, në dashurinë e Perëndis, të më mësoni. Po motër, një lloj siç e the edhe ti, shumë herë nga ignoranca apo nga mungesa e pjekurisë bëhen shumë gabime. Ndaj le të themi të jemi të matur lidhur me ëndrat. Sa herë që shikojmë një ëndër, duke qenë se është e vështirë të dallojmë se nga kush vjen ëndra, se për këtë duhet të kemi dhuntinë e dallimit të ëndrave për të dalluar nëse një ëndër është nga Perëndia, apo është një ëndër nga zemra ime, nga mishi im, nga emocionet e mia, apo është një ëndër që djalli ma ka vënë për të më prekur jetën shpirtërore. Duke qenë se nuk mund të dallojmë këto gjëra, çfarë mund të bëjmë? Nëse ju shikoni një ëndër dhe nëse ëndroni për ndonjë sëmundje, katastrofë apo aksident, ju lutju në Perëndis dhe kërkojini që t'ju mbrojë nga ajo gjë e keqe që pat në ëndër që nuk ju pëlqeu. Më mbroni Zot nga kjo e keqe dhe mos lejoj që kjo të ndodhë. Por nëse ju shikoni një ëndër me gjëra të bukura të mrekullueshme që ju pëlqejnë, shkruajeni ëndrën. Shkruani që në X datë, X ditë dhe X vit unë pash këtë ëndër dhe ruajeni, mbajeni në zemër të shkruar dhe prisni momentin që të përmbushet. Nëse është një ëndër nga Perëndia, në një moment të caktuar do t'ju përmbushet dhe ju thoni: po, kjo ishte ajo që kisha parë në ëndër." Kur ju tregoheni i kujdesshëm për ëndrat që keni, ju bëheni interpretues i ëndrave tuaja dhe thoni për shembull: po, kur unë ëndroj X gjë, do të thotë që kjo gjë do të më ndodhë sepse kjo më ka ndodhur dhe herë të tjera. Ndaj e di se çfarë do të ndodhë. Vetë ju do të mësoni në momentin që ëndrat përmbushen. Por nëse me kalimin e kohës vini re se ëndrat tuaja nuk përmbushen kurrë, atëherë mos u jepni rëndësi gjërave që shikoni në ëndra, të duhet të bëjmë. Çdo njeri prej nesh është interpretues i ëndrave të tij. Por nëse ju doni që Perëndia t'ju drejtojë nëpërmjet ëndrave, ju gjithashtu duhet ta fitoni këtë përpara Perëndis. Vullnetin e Perëndis me mënyrën se si jetoni, me shembullin që jepni, duke dhënë shembull të mirë, ju duhet të fitoni zemrën e Perëndis në mënyrë që ai t'ju zbulojë gjëra në ëndra, që t'ju drejtojë, t'ju orientojë me ëndrat. Sepse Perëndia ka drejtuar dhe drejton apo orienton shumë njerëz me ëndra. Por duhet të jemi të sinqert, nuk duhet të jemi hipokrit. Çfarë do të thotë jesh hipokrit para Perëndis? Do të thotë që unë shtirem se besoj në Zot, por jam duke mëkatuar, bëj mëkate, kjo quhet hipokrizi ndaj Perëndis. Ndaj jini të sinqert dhe do të shihni se si Perëndia do të drejtojë në ëndra. Dhe mos u shqetësoni, shkruajeni ëndrat, prisni momentin dhe kur të përmbushen, ju filloni të interpretoni ëndrat që shihni dhe kuptoni nëse është Perëndia ai që u zbulon gjëra në ëndra apo jo, ndaj mos u shqetësoni.